Lutë mu nëse do t'ju përgjigjem. Një që i lutet Allahut në të gjitha kushtet që duhet plotësoj një lutje, me përgjërim dhe shfaqjen e varfërisë absolute përpara Allahut, fuqi plot dhe absolut, është e pamundur që lutja mos marrë përgjigje dhe jeta e njeriu mos ndryshojë. Nuk ndodh kurrë. Po mirë, po ka raste që s'ta pranohet duaja. Po pra ka raste që s'pranohet duaja, po ditë nuk duhet të heqësh dorë nga duaja. Se ndoshta nuk është momenti, ndoshta po lutesh gabim, ndoshta ke diçka që po mban peng duan dhe lutjen tënde. Ndoshta duhet të reflektosh edhe më shumë, ndoshta duhet përgjërohesh edhe më shumë, ndoshta duhet të ulesh në gjuhë përpara Zotit, ndoshta duhet të lutesh edhe më shumë dhe duke qenë i sigurt se Allahu të përgjigjet. Shkaku më i madh, thot njëri prej dietarëve të mëdhej, që lutjet tona nuk pranohet është se ne ngutemi. E dum shpejt e shpejt gjërat. Ndërkohë që ata ishin pejgamberët e Zotit, janë lutë për diçka 40 vjet, dhe mas 40 vjet ka ardhur përgjigja. Sa atëherë ka qenë e hajrit dhe e mirë për ta. Dhe nuk ka qenë kohën kur ata janë lutë dhe kanë bërë dua. Mos hiq dorë nga duaja dhe nga lutja. Mos vitur pse e lut shumë herë për të njëjtën gjë.